kjo qasje destruktive nuk ndalet vetëm te verifikimi I mandateve, ajo po shtrihet edhe te vendimmarrjet kyçe që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi. Më 29 vjetor, Kuvendi miratoi projekt ligjin për Këshillin Gjyqësor, një ligj që vendos themelet për një këshill gjyqësor të fortë, të pavarur dhe transparent, me qëllim rritjen e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor. Edhe ky ligj, pjesë e agjendës reformuese shtetërore, nuk u mbështet nga fronti evropian përkatësisht të BD-ja. Dje më 12 janar, Kuvendi kishte përpara 2 propozime nga ana e presidentes, edhe atë për antar të Këshillit Gjyqësor, një avokate me përvojë dhe një profesoresh universitare me kredenciale të larta profesionale, etnikisht shqiptare. Edhe në këtë rast, Fronti Evropian zgjodhi të mos e mbështesë procesin në fjalë. Ne nuk e hapim këtë temë për emra dhe as për përkatësi etnike. Ajo që është thelbësore është hipokrizia politike e atyre që në publik flasin për përfaqësim dhe institucione, por në praktik bllokojnë çdo proces që nuk kontrollohet prej tyre. E patën rastin të dëshmojnë me votë se janë për reforma dhe institucione funksionale dhe zgjodhen të kundërtën.